Për të bërë deputet në Kuvendin e Kosovës, një kandidat shpenzoi mesatarisht nga 9.000 euro deri në 12.150 euro, thuhet në raportin Kostoja e politikës në Kosovë të publikuar të ejtën. Ky studim u bë nga Demokrasi dhe Westminster Foundation for Democracy, që ka analizuar shpenzimet e kandidatëve për deputet gjatë zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit dhe ndikimin e tyre në konkurrencën politike, barazinë e mundësive dhe integritetin zgjedhor. Albert Krasniqi, drejtori i programeve në Demokraci Plus, prezantoi gjetjet e raportit dhe shpjegoi se ku janë përqendruar më shumë shpenzimet e kandidatëve. Shumë prej kandidatëve kanë thënë që një pjesë e madhe shpenzimeve ju shkojnë në takime direkt me qytetarët, me votues të cilët duhet t'i takojnë personalisht. Pastaj prania dhe ndikimi digital, shpenzime në rrjetet sociale, të cilat ata i kanë promovu, por duke përfshirë edhe në portalet online ku ata kanë pasur shpenzime të marketingut. Dhe një fushë e tretë ka qenë stafi i fushatës. E kandidati për deputet nga AAK, Besnik Tahiri, ka thënë se kostoja politike në Kosovë është duke u rritur shumë dhe se një nga faktorët janë edhe rrjetet sociale. Trendet dhe ndikimi i rrjeteve sociale, e mediave sociale, ka bërë që forma ta mbyt përmbajtjen. Pra arsyeja pse është rrit financimi, kostoja e të qenit në udhëheqës si partisë, po të njëjtën kohë dhe të qenit kandidat apo kandidate, lidhet bukur shumë me formën. Ndërsa drejtori për cilësi dhe inovacion në Foundation Westminster, Graham Ramshaw, ka thënë se raporti është fokusuar në mënyrë të veçantë te rinia dhe gratë në garën zgjedhore. Për të bërë deputet është problem, aqsa edhe marrja e vetë pozitës së deputetit. Kemi shikuar se sa shpenzime bëhen dhe sa presion ushtrohet. Donim të bënim një fokus te gratë dhe rinia. Ndërsa studimet janë akumuluar në këtë projekt, kemi parë disa kontekste shtetërore, shoqërore dhe ekonomike. Fushatat po bëhen më të shtrenjta, kandidatët po mbështeten në financim personal, ndërsa gratë marrin hua nga të afërmit. Në raport u tha se shpenzuesit janë ndarë në 3 kategori. Shpenzuesit e ulët kanë shpenzuar deri në 2.500 euro. Nga 3 kandidatë që ishin pjesë e studimit, asnjëri nuk ka siguruar ulse në Kuvendin e Kosovës. Shpenzuesit mesatar me 2.500 deri në 7.999 euro. Nga 4 kandidat, 3 kanë fituar, ndërsa shpenzuesit mbi 8.000 euro nga 8 kandidat, 7 e kanë siguruar ulsen.